moshën nuk e pati pengesë të sfidoj kilometrat. Ky burr me numrin 154 po vrapon në kuadër të edicionit të 25 të maratonës ndërkombëtare të Prishtinës, bashkë me 1800 ngarues të tjerë. Por këta të fundit nuk janë vetëm nga vendi. Për të kaluar 42 kilometrat e caktuara, erdhën atlet nga e gjithë bota. Sipas kryetarit të Federatës së Atletikës, këtë vit interesimi për maratonën është rritur ndjeshëm. Është interesant si vjet ka qenë që na nuk e kena planifikuar, se me pas numra, ma tepër me pas, ka pas më bë edhe 2000 vet. Mirë po, unë falenderoj edhe këta që janë ardhur. Në mesin e pjesëmarrësve ishte edhe Ersen Zeberaj, kampioni i Kosovës në vrapime malore dhe gara me distanca të gjata. Sot i bona 42 km, do me thonë full maraton, me një rezultat për 2 orë 40 minuta, me renditje i 5, ndërsa nivel vendor i parë ishte. Po, unë jam vrapu si rregull, marr pjesë në përgara, kryesisht këto vrapimet malore më shumë. Mirë po, kur të ka mundësi marr pjesë edhe domethënë këto vrapimet e rrafshit në asfalt. Edhe pse shumica e garuesve ishin nga vendi, podiumi i maratonës u bështuan nga atlet nga Kenia, të cilët dominuan në vendet e para si në kategorinë e meshkujve ashtu edhe të femrat. Përfituesit e garës janë ndarë shpërblime me vlerë totale prej 27.000 eurosh.